Besian Pesha ka qenë tenis mathurje. Pse ka ikur? Besiani ka qenë ke shoqata, ka pas organizuar dhe drejtuar shoqatën Nis Mathurje. Më pas, për arsye personale, nuk e vazhdoi angazhimin që ne patëm për partinë. Ndihmoi në zgjedhjet e 2021-shit, edhe pastaj vazhdoi me projektet e veta. Kam ngelur unë me Panon edhe të tjerë. Po kanë ikë edhe shumë të tjerë që kanë qenë në fillim. Mos thoshta ka qenë i paragjykuar për faktin se dikur ka qenë në LSI? Se di, ka qenë ai gjithmonë ka zgjedhur që të mos ishte shumë publik, edhe kur ka qenë pjesë e shoqatës, edhe thash në fillimet e fushatës në 2021-shën, kur një zgjedhje personale e tij. Është më mirë të bësh opozitës apo të bësh opozitë qeverisë? Normalisht, koncepti opozitës është krijuar për të krijuar bindjen që ne jemi këtu për të bërë opozitë Sali Berishës. Në fakt, e vetmja kritikë që ne i bëjmë Sali Berishës ose edhe Lulzim Bashës kur ka qenë në opozitë, është që s'bën opozitë. Pra nuk është, për shembull, me Sali Berishën nuk merremi me çka ka bërë kur ka qenë kryeministër. Merremi me ç'a bën tani, që është në krye të PD-s. Pra, akuza është pse s'bën opozitë. E para dhe e dyta është dhe konkurrencë. Do të thënë, nuk duhet të shmangur fakti që ne jemi dhe në konkurrencë me njëri tjetrin, kush bën opozitë më të mirë në këtë rast.